Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rreshtet shkaktojnë përmbytje masive në Durrës, ujë depërton në banesa, evakuohen 10 familje, kalimi automjeteve në rrugët e qytetit bëhet i pamundur. Situatë problematike nga moti i keq në Lezhë dhe Kurbin, shtimi i prurjeve detyron hapjen e portave të hidrocentraleve, shembje në akset rrugore kombëtare. Berisha e kërkon dorëheqjen Ramës dhe kujton 20 shkurtin e vitit 1991, kryetari i Partisë Demokratike thotë se qeveria teknike është kusht i panegociueshëm. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Shqipëria është përfshirë nga rreshtet masive të shiut, të cilat kanë sjellë probleme në të gjithë vendin, por situata më e rënduar është në Durrës, ku thuajse gjithë qyteti është në ujë. Shkollat pezulluan mësimin e po ashtu edhe shumë biznese u mbyllën. Të paktën 10 familje janë evakuuar, ndërsa dëmet janë të mëdha. Mëngjesi kësaj të martë ka gjetur Durrësin të paralizuar nga përmbytjet masive pas rreshjeve të pandërprera të shiut. Rrugë dhe lagje janë në ujë, duke e bërë të vështirë lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Situata ka sjellë pezullimin e përkohshëm të punës në port, si dhe mbylljen e shkollave për arsye sigurie. Për shkak të përmbytjeve dhe kushteve të rrezikshme, janë mbyllur edhe aktivitetet tregtare në disa zona të qytetit. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të tregojnë kujdes të shtuar, megjithse ka patur edhe nga ata që kanë gjetur mënyra kreative për të lëvizur nëpër qytet. Edhe Velira është përmbytur nga rreshje, duke e bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Kjo është një situatë e përsëritur në këtë zonë, sa herë që ka rreshje shiu, ndonse kjo vepër ka kushtuar miliona lek. Deri më tani janë evakuuar 10 familje me nga 3-4 antarë secila, të cilat janë sistemuar pranë kovaleshencës. Siç duket edhe në këto pamje, në disa shtëpi të gjitha orëndit kanë dalë jashtë përdorimit. Përmbytjeve nuk i ka shpëtuar as burgu i qytetit, ku për të parë situatën nga afër ishte edhe ministri i drejtësisë Besfort Lamallari. Si pasojë e përmbytjeve, Durrësi është edhe rajoni më i prekur në mungesën e furnizimit me energji elektrike. Një situatë problematike është edhe në fshatrat përreth Durrësit, të cilat janë në ujë. Edhe Lezhë dhe Kurbini janë prekur nga përmbytjet si pasojë e rreshjeve, ndërsa uji ka depërtuar në banesa. Nga ana tjetër, në disa akse rrugore kombëtare ka rrëshqitje të gurve e dherave, çka ka vështirësuar lëvizjen e mjeteve. Rreshjet intensive të shiut të shoqëruara me shkarkime të shtuara nga hidrocentralet e Vaut të Dejes dhe Lumit të Gjadrit kanë sjellë rritje të ndjeshme të niveleve të lumit Drin në territorin e bashkisë Lezhë. Si pasojë, qindra hektar tokë bujqësore janë përmbytur, ndërsa situata parashikohet të përkeqësohet në orët në vijim. Lumi Drim po shënon rritje të shpejtë të nivelit të ujit dhe në lagjen Skënderbeg ka përmbytur edhe shëtitoren. Problematike paraqitet situata edhe në lagjen Beslidhja, si dhe në disa hyrje shkollash ku niveli i ujit ka arritur disa centimetra. Përmbytje ka pasur edhe në disa zona të Kurbinit, vetëm pak javë pas episodeve të mëparshme, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa dhe toka bujqësore. Ndërkohë edhe në fshatrat e Kryes ka patur përmbytje masive në toka bujqësore, me 10 hektar tokë janë në ujë pranë mbikalimit të patokut në autostradë. Edhe në fshatin Adriatik disa banesa janë rrethuar nga uji, ndërsa në fshatin Fush Mamurras është ndërprerë mësimi. Rreshtet kanë shkaktuar probleme edhe në rrugët nacionale të Digrës. Situata më problematike paraqitet në aksin nacional Burrel-Skuraj, ku ka shembje masive gurësh e dherash. Rreshtet kanë krijuar probleme edhe në rrugën e Arbrit, në segmentin e Xibrit nga tuneli Murrizit deri tek tuneli numër 2 në fshatin Shkallë. Aty ka prezencë të ujit dhe në disa vende rrëshqitje dherash. Po ashtu në fshatin Xibër-Murriz rrezikon të çahet argjinatura mbrojtëse e rrugës. Në Shkodër nga ana tjetër problem janë rreshtet me intensitet të dëborës. Më shqetësuese situata ka qenë në zonën e Bogë Qafthore Theth.
Aktualisht bëhet i mundur qarkullimi, por kërkohet përdorimi i gomave dimrore dhe zinxhirëve. Dukaqini gjithashtu vijon prej 4 ditësh të jetë izoluar. Këtë mëngjes ka patur një tjetër shembje të rrugës. Rreshtet masive të shiut si dhe era e fortë që përfshiu vendin për orë me radhë u bën shkak për devijimin e 2 fluturimeve nga aeroporti i Rinasit. Autoritetet bën të ditur se bëhet fjalë për 2 avion me pasagjerë që pritej të mbërrinin në orët e vona të mbrëmjes së 5 janarit, por për shkak të pamundësisë për të vijuar ulje në mënyrë të sigurt, aeroplanët devijuan drejt aeroportit të Barit në Itali. Situata mbetet problematike dhe si pasojë e kushteve të papërshtatshme atmosferike mund të ketë sërish vonesa në udhëtimet nga Rinasi. Për shkak të rritjes së prurjeve në kaskadën e Drinit, kanë nisur shkarkimet e kontrolluara nga hidrocentrali i Komanit dhe Vau të Dejës me një sasi prej 900 m3 për sekond. Prurjet në hidrocentralin e Komanit dhe atë të Vau të Dejës vijojnë të mbeten të larta, pa shfaqur tendencë rënjeje, çka e bën situatën kritike. Aktualisht këto njësi prodhimi janë në punë me kapacitet të plot me gjithsej 9 agregate në funksion. Nga ana tjetër, 22 fidera në të gjithë vendin janë jashtë pune sepse uji ka hyrë në kabina, duke shkaktuar probleme me furnizimin me energji elektrike. Situatë më problematike është në zonën e Durrësit. Socialistët refuzuan sërish mbledhjen e Këshillit të Mandateve për çështjen Balluku. Pas rrëzimit të kërkesës, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi tha se tashmë është e qartë që shumica kërkon të pengojë hetimet. Ai paralajmëroi kallëzim penal ndaj kreut të kuvendit Niko Beleshi. Kërkesa e Partisë Demokratike për të zhvilluar mbledhjen e Këshillit të Mandateve lidhur me çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku u refuzua për herë të katërt nga mazhoranca. Në emër të anëtarësisë opozitare, Gazmend Bardhi u shpreh se kërkesa e numrit 2 të qeverisë për një afat 3 javor për të njohur me provat ka përfunduar, dhe se tashmë nuk ka asnjë justifikim për të mos mbajtur mbledhjen. Pra koha e kërkuar në kuvend 3 javë për të shqyrtuar provat e sjella nga prokuroria ishte alibia për t'u fshehur drejtësisë dhe jo një kohë e nevojshme për të përgatitur mbrojtjen përpara Këshillit të Mandateve. Për kryetarin e parlamentit Niko Beleshi, Bardhi paralajmëroi dhe një kallëzim penal. Hapi joni rast do të jetë thirrja e mbledhjes së Këshillit të Enten dhe s'dyti, nëse kjo nuk ndodh, do të depozitojmë kallëzim penal në prokurorinë e posaçme për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Në deklaratën për mediat, akuzat shkuan dhe kundrejt kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se kreu i qeverisë ka ushtruar presion ndaj drejtësisë së re. Gjithë shqiptarët ishin dëshmitarë që kryeministri filloi të tregonte se çfarë kishte materiali, sigurisht gënjeu sepse nuk mund thoshtat që aty kishte mesazhe për të, që aty ka mesazhe që implikojnë Edi Ramën në afera korruptive. Po foli për dokumenta procedurave që janë vetëm një. Antarësia Demokrate do të kërkojë sërish mbledhje të Këshillit të Mandateve dhe imunitetit të Enten, ndërsa më herët, mazhoranca shprehur se mbledhja do zhvillohet pas shqyrtimit të çështjes në gjykatën kushtetuese. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të dorëhiqet, pasi në të kundërt sipas tij do të përballet me revoltën popullore. Lideri i opozitës përsëritja dhe kërkesën për qeveri teknike si e vetmja rrugë për të garantuar zgjedhje të lira. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi edhe sot dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se protestat nuk do ndalen deri në largimin e tij. Në një konferencë me gazetarët, Berisha paralajmëroi liderin e mazhorancës Rama për reagimin e opozitës, duke hequr paralele me 20 shkurtin e vitit 1991, kur qytetarët e Tiranës rrëzuan shtatoren e diktatorit Enver Hoxha. I them dhe njëherë, jep dorëheqjen me njëherë. Jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin. Se çfarë din shqiptarë të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama edhe për vonesën e parlamentit në shqyrtimin e çështjes së imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Përpjekja që bën Edi Rama me Lubi Ballukun për të bllokuar procesin e drejtësisë
përbën një krim permanent, krim në vazhdim për të dy ata. Kryetari i Partisë Demokratike përsëriti kërkesën për krijim në një qeverie teknike duke sqaruar edhe kushtet e opozitës për këtë proces. Për ne rëndësi vendimtare ka përgatitja një procesi zgjedhor të drejtë dhe mos bllokimi i drejtësisë, i ligjit dhe kushtetutës. Dy janë kushtet. Se një qeveri që bllokon drejtësinë është për të hedhur në lan. Drejtësia nuk do të bllokohet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prej kohësh është një prej kritikëve më të fortë të sistemit të drejtësisë pas reformës, por prej momentit që SPAK-u nisi hetime ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, ai ka ndryshuar qëndrim duke mbrojtur tashmë SPAK-un e gjykatën e posaçme. Dy persona u plagosën në një aksident që ndodhi pas ditën e kësaj të martë në rrugën kombëtare Bulqiz Maqollar. Policia bëri të ditur se automjetet u përplasën kokë më kokë e përpasoj, shoferët u plagosën, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Më herë gjatë ditës ndodhen edhe 2 aksidente të tjera. Njëri u shënua në aksin rrugor Elbasan Shushic me një të plagosur, ndërsa tjetri në hyrjen jugore të qytetit të Lushnjës. Në ngjarje janë përfshirë një makinë tip Benz dhe një mjet bujqësor. Nga aksidenti u plagosën 2 persona. Në të gjitha rastet, shkak i përplasjeve është bërë lagështia në rrugë dhe shpejtësia. Ditët e para të janarit kanë sjellë një shtim të ndjeshëm të numrit të tërprekurve nga gripi dhe viroza të sinës. Specialistët këshillojnë që të shmanget përdorimi i medikamenteve pa u konsultuar më parë me bluzat e bardha. Grumbullimet gjatë festave të fundvitit kanë sjellë një shtim të ndjeshëm të rasteve të infeksioneve respiratore në vendin tonë. Sipas SHP-s, vetëm në javën e parë të janarit janë mbi 13.000 raste të personave të prekur, ndërsa ka patur edhe shtrime. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar si mënyra më efektive për të frenuar përhapjen. Vërehet rritja e qarkullimit të gripit krahasuar me javët paraardhëse. Të prekur janë të gjitha grup moshat, por kryesisht gripi mbizotron tek moshat fëminore dhe moshat mbi 65 vjeç. Personat të cilët nuk janë vaksinuar ende dhe nuk e kanë kaluar gripin, duhet paraqiten në qendrën shëndetësore të vendbanimit të tyre për t'u vaksinuar. Nuk përjashtohet gjithashtu edhe prania e nëntipit K të gripit. Sipas specialistëve, ka të njëjtat simptoma si gripi i zakonshëm, por përhapet më lehtë. Mund të ketë një qarkullim, variacionet të ashtu quajtura i tipit K, po dhe në variacionet të tjera janë të zakonshme, sepse këto ndryshimet gjenetike të vogla janë të pritshme. Që me shfaqjen e simptomave të para, qytetarët duhet të paraqiten pranë mjekut për të shmangur përkeqësimin e gjendjes shëndetësore dhe komplikacioneve. Specialistët këshillojnë gjithashtu shmangjen e medikamenteve pa rekomandimin e mjekut. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.